Po, në çfarë indikacione, kur vendoset që një pacient duhet të vendosë stent? Sepse një pacient vjen në kom të veta për një koronarografi, për shembull, për një shqetësim që ka dhe aty në sallë i thuhet që ke nevojë ose s'ke nevojë. Është moment është kritik edhe emocional edhe psikologjik ngarkesë. Kur janë indikacionet kur me të vërtetë i thuhet o zotni ose o zoj, ti ke nevojë se pa qëton ki me pas probleme shumë të mëdha. Pra dilemat janë pikërisht të urgjencat. Sepse kur nuk është urgjencë, përgjithësi ki kohë me bisedu, edhe pse edhe ato shpesh refuzojnë pacientët edhe bjen deri te puna urgjencës, sepse mos trajtimi adekuat me kohë caktune. Mirë, dilemi kryesor është e urgjenca. Pra në qoftë se pacienti ka infarkt akut, koha, thashë në fillim është pyetje, sa më zgjat që shkon prej momentit mbylljes arterës deri te hapja e saj është dëm për zemër. Dhe çaj riabilitimi i ma vonshme është pikërisht varet për kësaj kohe. Në qoftë se u trajtu me kohë, ka me pas një riabilitim shumë të lehtë, shumë të mirë dhe ka me u kthy jetës sikur ka qenë përpara. Në qoftë se është një trajtim me pasoja, pastaj ai kur ndoshta nuk do të bëhet një njerëz sikur ka qenë para sulmit. Dhe pikërisht për këtë arsye, shpeshherë pacientët këtu hezitojnë, rezistojnë që nuk du me bë këtë trajtim, nuk du me vendos stenta, nuk du me hynë sallë, sepse e konsiderojnë operacion, që thash që nuk është operacion, mirë po e lunë rolin e operacionit sepse bën punën e njëjtë pa operacion, që është inovacion shumë i madh në kardiologji, ju tash me thënë drejtën është që një kohë, tash të më jemi informu të gjithë, dhe shpesh, po thëmë kove në ditëve të sotit shumë arrallë, mirë po hala kemë pacientët që refuzojnë trajtimin adekuat. Kur vendoset, në qoftë se pacienti është infarkt akut, ai veç në momentin ku hyn në sallë, ai është vendos për stent, sepse gjithçysh ai ka me pas probleme me damar zemrës, sepse i ka gjitha shajat të cilat kanë infarkt. Në qoftë se del diçka tjetër, siç është broken heart syndrome, që e kena përmend më herët, se diçka të ngjashme, do thotë ka një herë, domethënë janë edhe smundje tjera të cilat emitojnë infarktin më rrallë, atë bëhet vetëm koronografi. Po në qoftë se pacienti ka një enin e mbyllur, hapja e asaj enës është puna më e mirë që bëhet dhe duhet më hap sa më shpejt. Te infarkti akut bile shumicën e herat bëhet me stenta, kurse tek ngushtica e enëve gjakut, në ditëve të sodit jo gjithmonë hapen vetëm me stent, hapja bëhet vetëm me balon, bëhet pastaj një balon me ilaç, që është inovacioni i ditëve të fundit, i kohëve të fundit, që është shumë fiziologjik për arterin, sepse nuk vendoset metal, ena hapet edhe ka një feedback shumë të mirë, sepse shpesh këta pacienta ju kthehet ena komplet që ka qenë e shëndosh, në qoftë se sigurisht edhe ndrojnë pak stilin e jetës, që thas në fillim që ndrimi i stilit jetës të pacientëve që kanë smundje koronare duhet të bëhet patjetër. Pra në qoftë se një pacient ka smundje koronare, është bën një intervenim, por ai vazhdon me avazin e vjetër të jetës tij, me abuzim me cigare, me abuzim me ushqim, me abuzim me tension, me diabet, me yndyrra, atëherë sigurisht që ka më përsërit prapa ajo që ka ndodhur, ndoshta edhe forma më e keqe e saj.